Kiara Tito mori vëmendje me paraqitjen elegante. Komenti Luiz Ellit merr vëmendjen e të gjithëve, super batutë. Moderatorja e njohur shqiptare, Kiara Tito, ka marrë vëmendje me një postim të ri të ndarë në rrjetet sociale. E ndjekur nga mbi 800.000 njerëz në Instagram. Ajo publikoi një set të ri të mahnitshëm fotografi. E veshur me një fustan të gjatë të zi, bukuroshja e ekranit bëri që të gjithë t'i kthejnë syt nga ajo. Me këtë ka shënuar fundin e sezonit të radhës të programit të humorit, Portokalli. Të shumta qenë edhe reagimet pozitive që mori në pjesën për komente, duke e komplimentuar për paraqitjen. Por komenti më pikant është i Luiz Ellit, bashkëshortit të saj. Ba me të ardhë në varrim ishtu. Unë isha që të pakten edhe një herë, shkruan Luzi në komenti cili mori shumë reagime nga ndjekësit. Kiara pas daljes nga shtëpia më e famshme e VIP-ave në Shqipëri, edicioni i 4, vazhdoi me një herë në ekran, duke qenë pjesë e disa programeve. Ajo mori famë të madhe dhe po vazhdon të jetë shumë e komentuar në media e shtypin roz. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.